Fatin e jetës mas leti mundesh me gjetë në punë. E këto e vërtetën edhe shkenca. Ky fenomen e ka emrin efekti afërsisë dhe i vjen që sa më shpesh që e sheh një person, aq më i njohur edhe aq më i sigurt duket. Studimet më të reja mbi marrëdhëniet reale tregojnë se pëlqimi nuk lind gjithmonë nga kimia apo personaliteti, por shpesh nga kontakti i përsëritur. Finkel dhe kolegët e tij shpjegojnë se familiariteti funksionon sidomos në fazat e para të njohjes, sepse ul pasigurinë edhe na bën më të relaksuar me njëri tjetrin. Edhe kur ndihemi të relaksuar, jemi të hapur emocionalisht. Kjo lidhet me atë që quhet efekti i ekspozimit të thjeshtë. Edhe sot studimet tregojnë se sa më shpesh që e shohim një fytyrë apo e dëgjojmë një zë, aq më pozitivisht e vlerësojmë pa e kuptuar hiç pse. Truni e lexon familiaritetin si diçka të sigurt dhe siguria shpesh ngatërrohet me pëlqim. Prandaj ndodh që shoku i bankës, kolegja e zyrës apo koishia duket më i afërt. Afërsia krijon mundësi për kontakt, kontakti krijon familiaritet dhe familiariteti krijon lidhje. E sigurisht kjo nuk vlen nëse përvoja është negative. Studimet tregojnë se nëse kjo shoqërohet me stres, konflikt apo ndjenja të pakëndshme, ekspozimi i shpesht nuk e rrit pëlqimin, përkundrazi. Por në mungesë të këtyne, afërsia zakonisht punon në favor të lidhjes. Kjo është arsyeja pse disa marrëdhënie nuk fillojnë sepse dikush ishte zgjedhja jonë ideale, po sepse ishte personi që jetha na ka pru më shpesh përpara. E ty, a ja ka nisë më të pëlqyej ai koleg, kallëzon komente dhe për më shumë video si kjo, subscribe përbani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.